Miq të nderuar, a e patë se çfarë ndodhi në samitin e NATO-s në Ankara? Shumë nga analistë të njohur në botë deri më tani kanë folur vetëm për ceremoninë madhështore që ishte përgatitur atje. Mirë po, ajo që mua më ra në sy ishte pikërisht fakti se Erdogan kishte marrë me vete Jeniçerët dhe Mehterin, të cilët i përdori për të pritur liderët botëror që zbresnin njëri pas tjetri në aeroportin e Ankaras. A ishte vërtet kjo vetëm një ceremoni rasti për një summit si që është summiti i NATO-s, apo Turqia po i dërgonte mesazh të koduar gjithë botës, sidomos disa vendeve të Evropës e në veçanti Greqisë, do të mësojmë në minutat në vazhdim. E dini sigurisht se në politikën ndërkombëtare, shtetet e mëdha rrallëherë flasin vetëm me fjalë. Ato flasin edhe me histori, me simbole, me ushtri, me energji e natyrisht edhe me gjuhën diplomatike. Pikërisht për këtë arsye, pritja e kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, nuk ishte thjesht një moment protokollar në Ankara, por ishte një pjesë e një loje shumë më të madhe gjeopolitike. Tema e sotme pra këtu është që të trajtojmë raportet greko-turke, historikun e tyre, impakti i ngjarjeve të fundit midis dy vendeve dhe roli i Izraelit në çmontimin e baraspeshave të deritanishme të Turqisë me vendet e rajonit, por edhe me Ballkanin. Në minutat në vazhdim do të mundohem ta trajtoj në mënyrë analitike gjithë atë që fshihet pas pritjes spektakolare të çuditshme me nuanca të pabesueshme që ju bë Mitsotakisit. Dhe teksa i shpjegojmë këto, do të shihni edhe një herë, do të mësoni edhe më mirë rolin e Turqisë, që po e merr mbi supet e saja në politikën ndërkombëtare, duke pretenduar, e them me plot gojë, që të bëhet një fuqi rajonale me ndikime të thella dhe shumë të mëdha në politikat globale. Sot, rivaliteti midis Turqisë dhe Greqisë nuk zhvillohet vetëm në detin Egje apo në Mesdheun Lindor. Ky rivalitet i dy vendeve dikur shumë armiqësore dhe vazhdimisht konkurrente mes vete zhvillohet edhe në korridoret e NATO-s, zhvillohet në projekte energjetike, në industrinë ushtarake, në teknologjinë e mbrojtjes dhe sidomos e për fat të keq të gjendjes momentale zhvillohet në aleancat e reja që po ndërtohen me një ritëm shumë të shpejtë. Ritëm këtë që për fat të keq shqiptarët ende nuk janë duke e kuptuar. Nga njëra anë e kemi Greqinë që po e thellon partneritetin strategjik me Izraelin dhe po forcon lidhjet e saj me fuqi vendimmarrëse perëndimore. Nga ana tjetër, e kemi Turqinë e cila po investon në industrinë e saj të mbrojtjes në 10 miliarda dollar. Po investon që të kthej vetëdijen dhe simbolet e historisë osmane në politikat e tanishme të saj, që po kërkon të dëshmoj se pa Ankaran nuk mund të ndërtohet as siguria e Mesdheut Lindor dhe në shumë aspekte as siguria e vetë Evropës.
A thua, duke I parë të gjitha këto, apo shkohet drejt një ekuilibri të ri rajonal, apo drejt një rivaliteti që mund të prodhoj kriza të reja, kriza për të cilat kam folur në mënyrë të detajuar kur kam shtruar dhe analizuar mundësin e një lufte frontale midis Izraelit dhe Turqisë. Se sa për një luft që po zhvillohet si proksi luft mes këtyre dy fuqive të rajonit, atë më e ka kuptuar të gjithë. Thjesht, është afrimi I Athinës me Tel Avivin vetëm një bashkëpunim normal midis dy shteteve sovrane, apo është pjesë e një arkitekture të re strategjike që në Ankara perceptohet si kufizim I rolit të Turqisë në rajonin ku është I pozicionuar. Dhe, kur Turqia zgjedh të pres lideret e botës me Mehter dhe me Jeniçer, apo kujtohet thjesht historia e kaluar osmane, apo kujtojnë të gjithë se është në pyetje një strategji e re që është duke e përdorur Erdogan për ta shtrirë ndikimin e vet, momentalisht ndikimin e vet, e nesër edhe ushtrinë e vet në teritore të cilat më parë ishin në administrimin e portës së madhe të perandërisë osmane. Dhe dua t'ju ftoj këto që të shohim këtë zhvillim kaq të rëndësishëm nga këndvështrimi I ynë edhe si shqiptar, sepse ne nuk jemi spektator të largët nga Turqia dhe Greqia. Shqiptarët, dihet historikisht, kanë ndërtuar ura historike, kulturore dhe humane e njerëzore, si me Turqinë, ashtu edhe me Greqinë. Miliona bashkëkombës tanë jetojnë dhe punojnë në këto dy vende, ndërsa siguria e Ballkanit, siç dihet më botërisht, lidhet ngushtë me marrëdhëniet midis Ankaras dhe Athinës. Prandaj, të nderuar miq, nga kudo që po më përcjellni, sot nuk do të flas këto vetëm për Turqinë dhe Greqinë, por do të flas për vendin që duhet ta zënë shqiptarët në këtë rend të ri gjeopolitik, për interesat tona kombëtare dhe për sfidat që na presin në një rajon ku historia po lëviz sërish me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Edhe nëse këtë shpjegim rreth shqiptarëve, pozicionit dhe rrezikut që mund t'ju kanoset, do të bëj në vetëm pak minuta në fund të kësaj videoje. Ajo në të cilën dua të koncentrohem më shumë është ajo që po ndodh sot midis Turqisë dhe Greqisë, e të cilën unë e konsideroj jo vetëm një mosmarrëveshje e zakonshme midis dy fqinjve, por çdo deklaratë diplomatike, gjithashtu pas çdo stërvitje ushtarake, pas çdo marrëveshje energjetike dhe madje pas çdo ceremonie shtetërore, fshihet edhe një betejë shumë më e madhe kur është në pyetje raporti turko-grek. Në pyetje është leadershipi në mesdheun lindor dhe ndikimi në arkitekturën e re të sigurisë ndërkombëtare. Pra, kemi të bëjmë me një çështje shumë më të thellë se sa vetëm një vëzhgim apo analizë që do të duhej t'i bëheshin raporteve historike midis dy vendeve. Në pyetje është,
bota që po hyn në një epokë ku nuk mjaftojnë më të kesh vetëm ushtri të fortë, por duhet kontroll mbi energjinë, rrugët detare, mbi teknologjinë, mbi aleancat dhe mbi të gjitha mbi perceptimin strategjik në lidhje me atë se çfarë mund të ndodhë nesër. Pikërisht për këtë arsye, ajo që shumë njerëz e kanë parë si një pritje ceremoniale në samitin e NATO-s në Ankara, në të vërtetë ajo duhet të lexohet si një mesazh i shumëfisht për Greqinë, për NATO-n, për Evropën dhe për gjithë rajonin, natyrisht edhe për neve shqiptarve. Pritja e kryeministrit grek, Kyriakos Mitsotakis, me Mehterin dhe me figurën simbolike të jeniqerve, nuk ishte vetëm rikujtim i historisë osmane. Në diplomacinë moderne, e përmenda pak më parë, simbolet flasin shumë më fort se sa deklaratat zyrtare. Kur një shtet zgjedh të rikthej elemente të identitetit të tij historik në një samit ku janë mbledhur liderët më të fuqishëm të botës, ai shtet po komunikon vetbesimin e tij, vazhdimsinë shtetërore dhe ambicjen strategjike në të ardhmen e atij shteti. Kjo është arsyeja. Pra, pse ceremonia e samitit në Ankara u komentua dhe po komentohet gjithandej në botë. Sepse nuk ishte vetëm një shfaqje kulturore aty, por më shumë ishte një gjuhë diplomatike, e ndërtuar me histori dhe mbi historinë, me psikologji dhe mbi psikologjin politike dhe natyrisht me nuanca teje domethënëse dhe kuptim plota geopolitike. Sot jemi duke jetuar në një kohë kur Greqia po forcon partneritetin e saj me Izraelin, kur mesdheu lindor po shndrohet në një epicentër të re energjetike, ndërsa fuqit e mëdha po ripozicionohen në rajon në mënyrë të papritur. A është ky bashkëpunim midis Greqisë dhe Izraelit një mekanizëm stabiliteti, apo një faktor që do të thelloj garen për ndikim midis Izraelit dhe Turqisë? Duhet pritur të shohim se çfarë po ndodh pas gjithë takimeve dhe bisedimeve, jo midis Turqisë dhe Shebave, por pikërisht midis Donald Trump dhe Recep Tayyip Erdogan. Dhe mbi të gjitha duhet ditur a po përgatitet mesdheu lindor e përsëris të bëhet një nga frontet më të rëndësishme të konkurrencës globale në dekadën që po vjen. Por, miq të dashur, në gjithë këtë tablo të cilën e kam analizuar gjatë ditës së djeshme e pak edhe të pardjeshme, nuk mund të harrojmë një faktor që për ne shqiptarët ka një rëndësi të veçantë. Ne shqiptarët jetojmë, punojmë dhe kontribuojmë edhe në Turqi, edhe në Greqi. Këto lidhje historike, ekonomike të tanishme, kulturore dhe familjare mes të dyja vendeve janë faktor që neve na imponojnë detyrimisht nevojën e leximit, apo më mirë të them të rileximit të historisë në raport me Turqinë dhe me Greqinë. Për shkak se në çdo ndryshim
në marrëdhëniet Ankara-Athin reflektohet ose drejt për drejt, ose tërthorazi edhe mbi hapësirën shqiptare, mbi sigurinë e Ballkanit, mbi diasporën tonë dhe mbi interesat strategjike të Kosovës dhe të Shqipërisë. Prandaj, miq, analiza që po e bëjmë këto, do të zhvillohet mbi atë, jo vetëm për Turqinë apo rreth Turqisë dhe Greqisë, por për të hedhur në dritë dhe për të kuptuar edhe më mirë se ku ndodhen shqiptarët në konstelacionin e ri gjeostrategjik që është duke marrë formën përfundimtare në marrëdhëniet ndërkombëtare që lidhen me neve këto në Ballkan. Për me kuptue edhe më mirë gjithatë që do ta them në minutat në vazhdim, më lejoni një pjesë të kësaj videoje t'ja kushtoj historikut të marrëdhënieve greko-turke, duke besuar se kjo do të ndihmoj në kuptimin edhe më të mirë, edhe të këtij samiti që u mbajt dhe po mbahet ende në Ankara, por edhe atë se çfarë do të del dhe rezultoj më pastaj nga ky samit. Marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, për ata që nuk e kanë ditur, përbëjnë një rivalitet, apo njërin prej rivaliteteve më të gjata, më të ndërlikuara dhe më të rëndësishme gjeopolitike në hapësirën euro-aziatike. Edhe pse të dyja vendet janë anëtare të NATO-s, që nga viti 1952, historia e këtyre dy vendeve dëshmon se antarësimi në të njëjtën aleancë ushtarake nuk ka qenë i mjaftueshëm për të eliminuar mosbesimi strategjik. Përkundrazi, gjatë dekadave të fundit, sidomos gjatë 3 dekadave të fundit, pas ardhjes së Erdogan në udhëheqjet të Turqisë, tensionet kanë kaluar nga konfliktet tradicionale territoriale edhe në një konkurrencë shumë dimensionale që përfshin sigurinë detare, energjinë, teknologjinë ushtarake, aleancat e reja rajonale, diplomacinë simbolike dhe ndikimin në mesdheun lindor. Dhe këto 6 elemente të kësaj që po e them përbëjnë atë që unë e konsideroj një epokë në të cilën raportet të mira apo të liga, paqësore apo konfliktuoze midis Greqisë dhe Turqisë do të përcaktojnë edhe atë se çfarë do të ndodhë, jo vetëm me lindjen e mesme, por sidomos edhe me neve shqiptarët dhe Ballkanin në përgjithësi. Në shekullin 21, që ky rivalitet midis Turqisë tani më ka marrë një dimension krejtësisht të ri. Përse, zbulimi i rezervave të mëdha të gazit natyror në mesdheun lindor. A ne kemi folë përpara në për video këto se luftat e tanishme kanë të bëjnë me ujin, me ngushticat detare, me energjinë, ata të cilët i shtiin në dorë këto resurse dhe këto pozicione geografike mund të llogaritet në to se po bëhen superfuqit e ardhshme të botës. Duke u bazuar në këtë ligj të pashkruar në marrëdhënie ndërkombëtare, unë pa përtesë kam thënë se në të ardhmen 4 superfuqi, 4 perëndori do ta kenë fjalën kryesore në botë. Kina, Sheba, Rusia dhe Turqia. Pikërisht duke u bazuar në këto të cilat po i përmendi, në energji, në ngushtica detare, në pozicione strategjike, geografike, si dhe në zhvillime enorme, marramendse
të industrive ushtarake të cilat janë duke i bërë këto 4 vende. Gjithsesi, e përsëris, në shekullin 21 pra, rivaliteti midis Turqisë dhe Greqisë ka marrë një dimension shumë më të thellë dhe më të rrezikshëm. Zbulimi i rezervave të mëdha të gazit natyror në mesdheun lindor, pastaj ndryshimi i ekuilibrave geopolitik dhe geostrategjik në lindjen e mesme, pastaj afrimi strategjik i papar në histori midis Greqisë dhe Izraelit, si dhe ambicia e Turqisë për të shndruar në një fuqi rajonale me ndikim global, që të 4 këto kanë krijuar një mjedis ku çdo vizit diplomatike, si kjo e Mitsotakisit dje në Ankara, çdo stërvitje ushtarake, të cilat po i bën Greqia shpesh me Çipron, Francën dhe Izraelin, dhe madje edhe çdo ceremoni shtetërore që bëhen në këto 2 vende, bartin mbi veten një ngarkesë të rëndësishme edhe politike, edhe geostrategjike, edhe ushtarake, edhe diplomatike. Pra, samiti i tanishëm i NATO-s në Ankara po zhvillohet pikërisht me këtë përmbajtje. Pritja e liderëve botëror e përsëris edhe njëherë me Mehterin e dini kush është. Mehteri është ajo muzika, apo garda, apo grupa, orkestra, të cilën e ka përdor perandoria osmane, që nga koha e Sultan Sulejman Kanunit, para se të niset në lufta, apo kur ka kremtuar ndonjë fitore të mëdha. Këtë Mehter Erdogan, Turqia të them më bot, e dërgoi para do kohe edhe në Prizren, edhe në Sarajev, gjë që shkaktoi një reakcion të pritshëm të them nga ata të cilët edhe më tutje vazhdojnë ta shohin Turqinë me sy të turbulluar, jo me sy që shohin qartë, se po bëhet një shtet pa të cilin e ardhmja e Ballkanit nuk mund të vendoset siç dëshirojnë popujt e Ballkanit, pa intervenimin dhe pozicionimin e Turqisë aty. Kështu, samiti i NATO-s që u zhvillua në Ankara, duke pritur lider botëror, evropian sidomos, me Mehterin dhe Jeniçeret, si dhe mënyra se si u prit Mitsotakis, tashmë nuk mund të interpretohen vetëm si elemente ceremoniale para një samiti. Në diplomacinë bashkohore të dashur për cjellës të mi, simbolika është shpesh po aq e rëndësishme sa deklaratat zyrtare. Ceremoni shtetnore shërbejnë për të komunikuar mesazhe: 1 identitare, 2 historike, 3 strategjike, si për opinionin publik vendas, një ashtu edhe për partneret dhe rivalet ndërkombëtar. Se çfarë përdorim ne shqiptarët me rastin e këtyre ceremonive, të cilat ndonjëherë kemi mujt me i majt në Kosovë, e sidomos në Shqipëri, mbetet që jo ta thuni përgjigjen në këtë pyetje. Po mundona që për te analizimit të marrëdhënieve greko-turke të përmendin një nuancë të cilën e shoh mjaft të rëndësishme. Cila është ajo? Transformimi i marrëdhënieve greko-turke
në ndikimin e zhvillimeve të reja gjeopolitike pas interesimit dhe interferimit të Izraelit në Azinë Qendrore, në Kaukaz dhe në Ballkan, në Serbi, në Maltezi dhe së fundmi edhe në Shqipëri. Një vëmendje e veçantë këto pra do t'i kushtohet afrimit gjithnjë e më të madh ndërmjet Greqisë dhe Izraelit e natyrisht edhe perceptimit turk ndaj këtij partneriteti. Herë do të nxjerrë apo do të dalin vetë mesazhe që Ankaraja kërkoi që t'i përcillen këtyre dy vendeve dhe vendeve të tjera në samitin e fundit të NATO-s. Paraprakisht ju them se ky samit i NATO-s në Ankara është më i rëndësishmi në dekadat e fundit që i ka mbajtur dikun NATO. Dhe, shumë interesant, pas afër 200 vjete, një udhëhec apo një politik turke, dikura edhe osmane, pas afër 200 vjete, jeniqerët, garda e jeniqerëve qitet në podiume, në aeroport për të pritur lider të jashtëm. Pra, kemi të bëjmë me një ndryshim epokal të pozitës, të rëndësisë dhe të fuqisë së Turqisë, jo vetëm në rajonin e aty ku pozicionohet euroaziatik, por edhe në lindjen e mesme e ndoshta edhe deri në Washington. Për t'i kuptuar më saktë tensionet e tanishme ndërmjet Turqisë dhe Greqisë, është e domosdoshme pra që të kuptohen ato se nuk janë produkt vetëm i politikës ditore të tanishme, por rivaliteti midis këtyre dy vendeve ndërtohet mbi shtresa e shtresime historike që shtrihen për disa shekuj dhe që kanë formsuar identitetin kombëtar të këtyre dy popujve. E kam thonë edhe më parë këtu para juve se në raportet midis shteteve dhe kombeve, po interesat janë kryesore ato që i zhvillojnë apo i ngjesin. Mirë po, faktori historik midis kombeve dhe shteteve shumë herë është determinant i përpilimit dhe implementimit edhe të politikave të kohës. Për rreth 4 shekuj, territori i Greqisë sotme ka qenë pjesë e perandorisë osmane. Ky realitet historik interpretohet në mënyra diametralisht të kundërta nga të dyja palët, Greqi-Turqi. Në historiografinë greke, kjo periudhë 400 vjeçare paraqitet si një epokë pushtimi dhe nënshtrimi, ndërsa në historiografinë turke theksohet funksionimi shumë etnik dhe shumë fetar i perandorisë si shembull për të gjitha perandoritë që ka pasur bota, ku komunitetet e ndryshme kanë gëzuar forma të caktuara autonomie fetare dhe administrative. Megjithëse shteti ka qenë shtet islam, të gjitha komunitetet fetare kanë qenë të organizuara në mënyrë të pavarur nga politikat shtetnore të Stambollit. Edhe organizatat të cilat i kanë krijuar fetë, komunitetet e ndryshme fetare, kanë pas të drejtë të interferojnë në jetën sociale të njerëzve pjesëtarve
të këtyre komuniteteve pavarësisht politikave shtetnore të perandërisë osmane. Edhe hebrejt, edhe ermenasit, ortodoksët e Ermenisë, edhe ortodoksët e lindor, edhe katolikët, edhe protestantët, edhe të gjithë kanë qenë në një farë mënyre si të pavarur nga ajo që e ka bërë shteti në raport me shumicën muslimane. Që këtë dallim i perceptimit midis Greqisë dhe Turqisë, që flet për të kaluarën e tyre, natyrisht përgjatë zhvillimit historik ka krijuar dy narrativa kombëtare që vazhdojnë të ndikojnë edhe në politikën e jashtme të këtyre dy vendeve. Për shka? Për Greqinë, krijimi i shtetit modern grek lidhet ngushtë me luftën për çlirimin nga perandoria osmane, ndërsa për Turqinë konsiderohet humbja e territoreve ballkanike, ose më mirë të them, për Turqinë humbja e territoreve ballkanike përfaqëson fillimin e shpërbërjes si një perandori e fuqishme e dikushme, që për shekuj kishte qenë një nga aktorët kryesor të politikave globale. Revolucioni grek i viteve 1821-1829, i mbështetur natyrisht nga fuqitë evropiane, shënon lindjen e shtetit modern grek. Për Athinën, ky akt ishte momenti themelues edhe i identitetit kombëtar grek. Për elitën osmane, ishte një nga sinjalet më të qarta të dobësimit të perandorisë. Që kjo përvojë, miq, historike, krijon një kujtesë kolektive që vazhdon të ndikojë në mënyrën se si secila palë e percepton tjetrën. Pra, faktori historik në raportet kësaj radhe të konfliktoze midis Greqisë dhe Turqisë deri diku është determinant, por jo i vetëm. Në fillim të shekullit 20, tensionet përshkallëzohen nga luftrat ballkanike dhe më pas me luftën greko-turke të viteve 1919, 1922, lufta 3 vjeçare greko-turke, përfundon me humbjen e ushtrisë greke në Anadol dhe rrimarrjen e Izmirit nga forcat e udhëhequra nga Mustafa Kemal Ataturku, për të cilën fare pak dyshoj se nuk është shqiptar, pra me prejardhje shqiptare. Kjo rrimarrje e Izmirit dhe fitoria spektakolare e ushtrisë të udhëhequr nga generali ende si general i perandorisë osmane mbetet ndër momentet më të rëndësishme në kujtesën historike të këtyre dyja kombeve. Për turqit, kjo luftë simbolizon lindjen e Republikës moderne dhe mbrojtjen e sovranitetit kombëtar, ndërsa për grekët ajo lidhet me të ashtu quajturën katastrofa aziatike. Ata të cilët e lexojnë historinë mund ta kuptojnë edhe më mirë se çfarë është në perceptimin grek katastrofa aziatike. Çfarë sjelli kjo? Natyrisht e sjelli shpërnguljen masive të qindra mijëra e mbase 1.5 milion grekve nga tokat e Turqisë të tanishme të Anadolit
në Greqi dhe bartjen, dëbimin, shfarosjen e afër 1 milion turqve muslimanve në mesin e tyre edhe shqiptar nga tokat e Greqisë. Pas kësaj, marrëveshja e Lozanës i vendos themelet juridike të marrëdhënieve moderne turko-greke. Traktati i Lozanës përcakton kufijt e rinj dhe parashikon një nga shkëmbimet më të mëdha të detyruara të popullsisë në historinë moderne. Thash, mbi 1.5 milion grek orthodoks largohen nga në Anadoli, sillen në Turqi, në Greqi, ndërsa prej Greqisë afër 1 milion musliman dëbohen e një numër i madh i tyre shfarosen në mënyrat më makabër. Traktati i Lozanës lë pas plagë të thella historike dhe emocionale që vazhdojnë të ndikojnë në marrëdhëniet dypalëshe. Proza të tëra, poezi, romane, këngë të tëra, folklorike dhe moderne, të dyja këto kombe përpilohen, lexohen, shkruhen e këndohen kur pa janda, duke e qa të kaluarën e tyre historike. Vje kriza e Çipros. Pas krizës Çipriote pra, tani rivaliteti merr një dimension krejtësisht të ri. Çështja e Çipros mbetet pa pikë dyshimi një nga mosmarrëveshjet më të ndjeshme në politikat ndërkombëtare të tanishme. Turqia e konsideron ndërhyrjen e vitit 1974 si një operacion për mbrojtjen e turqve Çipriot, ndërsa Greqia dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar e interpretojnë atë si pushtim i padrejt, i jashtëligjshëm i një pjese të territorit të ishullit të Çipros. Ky dallim pra, edhe këto në interpretim vazhdon të ndikoj në marrëdhëniet midis dy vendeve dhe në dialogun e tyre edhe brenda NATO-s. Se di sa po jam i qartë. Në dekadat e fundit tash, mosmarrëveshjet janë përqendruar gjithnjë e më shumë në detin Egej dhe në Mesdheun Lindor. Arsyet po dihen. Edhe ju i keni lexuar, i keni dëgjuar tjera ka, por edhe i kam shpjeguar në video të tëra. Delimitimi i ujrave territorial, i hapësirës ajrore, zonat ekskluzive ekonomike, militarizimi i ishujve dhe të drejtat mbi burimet energjetike në ujrat përreth Greqisë dhe Turqisë janë faktorët që rivalitetin e dikurshëm historik e kanë shndruar tani në një mosmarrëveshje me përmasa shumë herë edhe armiqësore të frikshme ndaj ndonjë kërcitje të ndonjë konflikti apo lufte midis Turqisë dhe Greqisë. Këto nuk janë më vetëm çështje juridike që kërkojnë trajtime nëpër organizata të ndryshme ndërkombëtare, por ato janë shndru në elemente kyçe të strategjive kombëtare të sigurisë dhe zhvillimit ekonomik midis dy vendeve. Na për televizione, na për debate tek ne, na për portale, na bje ka njëherë me i dëgju dhe me i lexue raportet Greqi, Turqi, por gjithnjë Turqia i tha Greqisë, kështu Turqia e mbrojti këtë Shqipërien në vitin 1997, Çileri e ka thonë kështu, Demireli kështu, po ka dhe analiza serioze të mirëfillta nga njerëz të cilët i njohin këto
problematika, sidomos nga shqiptarët tanë në Shqipëri. Në Kosovë nuk ka, mos të them bash asnjë, që i nje problemet historike dhe geopolitike midis Turqisë dhe Greqisë. Dhe këtë e them me bindjen më të madhe, për fat të keq, e them me bindjen më të madhe. Në Kosovë nuk ka asnjë. E nëse ka, do të jetë ndonjë prej atyre që as nuk flasin kur janë me mec, ose as nuk din shkrim dhe lexim. Përndryshe, as nuk janë dëgjuar dhe as nuk janë lexuar tek ne këto. Pra miq, njohja e këtyre raporteve midis Greqisë dhe Turqisë, si dhe shëkimi i këtyre raporteve në prizmin e samitit të Ankaras qëtë në pa. Edhe lëvizjet apo dimensionet apo drejtimin e Greqisë që është duke e marë tani e tutje në 2-3 dekadat e fundit e këndej, por edhe të përpjekjes së Turqisë, së pas ardhjes së Erdoganit në pushtet për të rikthyer si një fuqi. E përsëris, rajonale kryesore me ndikime shumë të thella dhe të rëndësishme në politikat globale. Në qëtë kuptim, marrëdhëniet greko-turke nuk mund pra të analizohen si një mosmarrëveshje klasike kufitare që po ndodh tani, për shkak se ato përfaqësojnë një ndërthurje edhe të historisë, edhe të identitetit, edhe të kujtesës kolektive, edhe të interesave strategjike të tanishme dhe natyrisht të konkurencës për ndikim rajonal dhe global. Pikërisht, kjo ndërthurje e shpjegon pse çdo zhvillim që bëhet në këto dy vende, nga këto dy vende shihet si diçka si armiqësore, apo në rastin më të lehtë, si një përgatitje për ndonjë konflikt eventual në të ardhmen. Nëse gjatë shekullit 20, kujdes, mosmarrëveshjet ndërmjet Turqisë dhe Greqisë kanë qenë të lidhura kryesisht me trashëgiminë historike, pra, me Çiprin, me detin Egej, tani së fundmi boshti i këtij rivaliteti është vendosur pikërisht në mesdhëun lindor. Për shka? Sepse kjo hapësirë nuk është më vetëm një zonë detare që ndan brigjet e dy vendeve përreth, por është shndruar në një nyje të rëndësishme të ekonomisë globale, të sigurisë energjetike dhe të strategjive të reja ushtarake që po formohen dhe po krijohen në këtë rajon, duke llogaritur edhe rajonin e Ballkanit. Dhe pikërisht për këtë arsye, çdo zhvillim në mesdhëun lindor shihet nga Ankaraja, në të njëjtën kohë edhe nga Athina, jo si një çështje lokale, por si një pjesë e ekuilibrave të ri ndërkombëtar. Prandaj edhe lëvizin shumë shpejt. Prandaj edhe japin tone akustika armiqësore të frikshme. Në fillim të viteve 2000, zbulimi i rezervave të konsiderueshme të gazit natyror në mesdhëun lindor ka ndryshuar rrënjësisht rëndësinë strategjike të rajonit. Pas krizës energjetike të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, e të cilën jemi të e pa të gjithë, rëndësia e këtyre burimeve është rrit edhe më shumë. Për shka? Sepse Bashkimi Evropian edhe më tutje vazhdon dhe insiston që të ulë varësinë nga gazi rus dhe të koncentrohet tek gazi në ujrat e mesdhëut lindor. Në qëtë kontekst, Greqia e sheh veten si një port natyrore të energjisë drejt Evropës. Pozicioni i saj strategjik, marrëdhëniet e mira me Bashkimin Evropian dhe bashkëpunimi me Çiprin dhe me Izraelin i mundësojnë
Athinës që të shndrohet në një nyje të rëndësishme energjetike. Dhe kjo nuk ka të bëj vetëm me përfitime ekonomike, por edhe me rritje ndjeshëm të peshës politike të Greqisë në arkitekturën e sigurisë evropiane. Për këtë arsye, miq, nga çdo perspektivë do ta shihni sepse Gjermania sidomos e në përgjithësi Evropa jep ndihma të paimagjinueshme për Greqinë. Nëse muj me bo një krahasim, njëjtë sikur SBA-ja që investon në Izraelin, Evropa investon dhe e mbështet Greqinë me shuma të paimagjinueshme, në 10 miliarda dollar, për shkak se pozicioni i Greqisë aty dhe roli i saj në raport me Turqinë është i rëndësishëm për Evropën, siç është edhe për Izraelin pozicioni i Turqisë, i Greqisë dhe roli i saj në raport me Bashkimin Evropian. Izraeli i është ofruar Greqisë jo vetëm si një armë kundër Turqisë, por në Greqinë shë një farë rrugë, një farë shtegu drejt Bashkimit Evropian dhe drejt realizimit të interesave të veta. Izraelite ka fjalën brenda hemisferës politike dhe ekonomike të Bashkimit Evropian. Nëse Greqia dhe Izraeli kështu e shohin punën, në anën tjetër Turqia që të zhvillimet të Greqisë, afrime me Evropën dhe me Izraelin, i interpreton si një përpjekje për të përjashtuar nga një rajon, ku Turqia zotëron vijen bregdetare më të gjerë. Për elitën politike dhe ushtarake turke, nuk ishte e pranueshme që vendimet mbi delimitimin detar dhe shfrytëzimin e burimeve energjetike të merreshin pa pjesëmarrjen dhe pazarin e Ankaras. Dhe kjo ishte një nga arsyet kryesore që Turqia intensifikon kërkimet energjetike dhe pranin detare në zonat që i konsideron pjesë të jurisdiksionit të saj. Në qëtë pikë, miq të dashur, nuk di sa po jam i qartë, në këtë pikë lind një debat i një rëndësie që ka të bëj me të drejtën ndërkombëtare, që lidhet me interpretimin e të drejtës për detin. Greqia, bajni mend, mbështetet në Kombet e Bashkuara dhe argumenton se ishujt e saj, pavarësisht madhësisë, të vogël apo të madhe, kanë të drejtë për ujëra territoriale dhe zona ekskluzive ekonomike. Turqia, e cila nuk është palë ende në konventën e Kombeve të Bashkuara për ligjin mbi detrat, e kundërshton interpretimin grek që e mbështet Evropa dhe argumenton se zbatimi mekanik i këtij parimi kufizon në mënyrë disproporcionale daljen e saj në mesdheun lindor. Prandaj, Turqia pati shkuar deri atje sa pati shpreh gatishmërinë për ndërhyrje ushtarake, për sulmim mbi Greqinë dhe për ndaljen në mënyrë frontale të flotës franceze dhe izraelite që po i ofroheshin ujrave detar të Turqisë. Që kjo mosmarrveshje nuk është thjesht juridike, miq, por ajo është drejt për drejt mosmarrveshje që lidhet direkt me burimet energjetike, me rrugët detare, apo po e përmendi, të cilat kush i ka në dorë çeto e ka fuqinë në të ardhmen.
Pra, lidhet mosmarrveshja me burimet energjetike, me rrugët detare, me sigurinë kombëtare, me prestigjin ndërkombëtar e të ngjashme. Për këtë arsye, unë mendoj se çdo lëvizje e anijeve kërkimore, çdo stërvitje detare dhe çdo deklarat politike e Turqisë apo e Greqisë merr menjëherë dimension strategjik. Mos harroj ta përmendni këtë doktrinën Mavi Vatan, e keni dëgjuar. Mavi Vatan ose Adheu Blu. E dini se çfarë është? Çfarë është vizioni detar i Turqisë që lidhet me këtë doktrinën Mavi Vatan? Një nga zhvillimet më të rëndësishme në mendimin strategjik turk gjatë 2 dekadave të fundit është pikërisht formulimi i doktrinës Mavi Vatan, Adheu Blu. Kjo doktrinë, sikur e James Monroe për SHBA-n, që është doktrina James Monroe, doktrina Mavi Vatan është e njëjtë për Turqinë. Që kjo doktrinë e zhvilluar nga qarqe shumë të ndjeshme, inteligjencë, ushtarake dhe strategjike turke, nuk kufizohet vetëm me mbrojtjen e kufive detar, siç e dëgjova një analist, një ish ministër shqiptar, teksa po e shpjegonte në një televizion të Shqipërisë. Jo, ajo përfaqëson shumë më shumë se kaq, përfaqëson një koncept të ri sipas të cilit fuqia detare është pjesë përbërëse e sovranitetit dhe e statusit ndërkombëtar të Turqisë. Thjesht është një fuqi, si doktrina James Monroe, që i përze vendet evropiane nga Amerika Latine. Doktrina Mavi Vatan është pjesë përbërëse e sovranitetit dhe e statusit ndërkombëtar të Turqisë. Shumë e thellë se vetëm aq. Nga që ky këndvështrim mes dheu lindor, deti e gje, deti i zi përbëjnë, dëgjo, sa shumë e shtrin me këtë doktrinë Turqia fuqinë e vetë, që të të trija, deti e gje, deti i zi dhe mes dheu lindor përfshin apo përbëjnë një hapësirë strategjike që duhet mbrojtur me të gjitha mjetet e mundshme, me të njëjtën vendosmëri si teritorin toksor që është i njohur brenda kufive të Greqisë. Për Ankaran, pra, kontrolli efektiv i këtyre hapësirave është i domosdoshëm për sigurinë kombëtare, për zhvillimin ekonomik dhe për afrimin për bërjen e Turqisë si një fuqi rajonale me ndikime globale dhe të bërjes së Turqisë faktor i cili ka deklaruar Erdogan vetë se shekulli i 21 do të jetë shekulli i Turqisë. Pra, doktrina Mavi Vatan nuk është vetëm një teori ushtarake, e as vetëm një teori politike, e as vetëm një teori diplomatike. Ajo në fakt ndikon në politikën e jashtme, në modernizimin e marinës turke, në zgjerimin e industrisë vendase të mbrojtjes. Për këtë arsye, në vitet e fundit, Turqia, bazuar në çdo doktrinë që e krijon, ka investuar ndjeshëm qindra, ndoshta afër $300 miliard në ndërtimin e fregatave, të nëndecave, të anijeve amfibe dhe të mjeteve ajrore pa pilot në përdorimin detar, krahas zhvillimit të sistemit raketor dhe të dronëve që si tërsi arrin shumën e investimeve mbi $300 miliard në këtë industri ushtarake. Këto ambicje të Turqisë natyrisht synojnë që të zvoglojnë varësinë e saj nga importet e jashtme dhe të rrisin aftësinë e saj për të projektuar fuqinë që e dëshiron në rajon. Pikërisht,
që këtë transformim ushtarak ka shkaktuar shqetësimet më të mëdha në Athinë. Greqia e konsideron zgjerimin e kapaciteteve detare turke si një sfidë dhe rrezik të drejtë për drejtë ndaj ekuilibrit të forcave në Egje dhe në Mesdheun Lindor. Dhe pikërisht për këtë arsye, Athina zyrtare ka përshpejtuar modernizimin e forcave të veta të armatosura dhe ka kërkuar partneritete më të ngushta, më të thella dhe më të rëndësishme me Francën, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Izraelin. Energjia pra është në pyetje, e ardhmja e ekonomike e vendit, integriteti dhe sovraniteti natyrisht, por edhe imazhi i shteteve, i Greqisë nga një anë dhe i Turqisë që pretendojnë të jenë vende vendimarrëse në politikat rajonale. Nëse e shikon nga që kjo perspektivë, qëtë rivalitet, atëherë e kupton edhe më lehtë sepse Greqia ofrohet kaq shumë me Izraelin dhe pse Izraeli ka pretendime kaq serioze që ti ofrohet Greqisë. Thash pak më parë që Greqia nga Izraeli të përdore si një urë drejt Brukselit që të zhvillon një strategji mbrojtëse që të akomodoj në Çipërën greke armatim dhe materiale vëzhguese shpionazhe kundër Turqisë, por edhe që të bashkëveprojnë dhe të prodhojnë mjete industriale ushtarake për përfitime të dy anshme. Shikuar në përgjithësi, miq, transformimi i këtij, i zhvillimit historik të këtyre dy vendeve e sjelli punën që Turqia si pritse dhe organizatore e samitit të NATO-s. Në këtë summit, jo vetëm liderët e tjerë të botës, por sidomos Mitsotakisin ta pret me Mehterin dhe me Jeniçerët përpara. Dhe ajo që është shumë më interesante, se përderisa një nivel i zërit të asoj muzike të Mehterit dhe Jeniçerëve kur bërtetnin Merhaba asker, Saul, Saul, e kishte një nivel të caktuar teksa priteshin të gjithë liderët e tjerë, ajo që më ka ra në sy, në vesh, më së shumti ishte se në kohën kur po kalonte aty Mitsotakis, bërtima e asaj muzike dhe e aty rezervave të Mehterit dhe Jeniçerëve mbërrinte në kup të qiellit. Një mesazh i Turqisë, një mesazh i koduar drejt Greqisë se Turqia më nuk është ajo që ka qenë deri më tani. Por, për te organizatorit, të qenurit organizator, i një samiti, si që është samiti i NATO-s, ajo di dhe tani e ka fuqin që edhe kryeministit grek, sikur edhe liderëve të tjerë botnor, të aqet përpara gardën kryesore, mbrojtëse dhe luftarake të dikurshme të perandorisë osmane. Sonte, ka ora 21, do të dëgjoni një analizë të detajuar të gjithë asaj që ka ndodhur në samitin e Ankaras. Deri atëherë, përcjellim me vëmendje, shpërndajeni, bëjeni subscribe dhe abonohuni në kanalin ton të përbashkët. Miropafshim.